Këtu ka shumë kryetar komisionesh dhe e din shumë mirë që një mbledhje e komisionit, kur ka një kryetar, thirret nëpërmjet dakordësisë së kryesisë komisionit, që përbëhet nga nën kryetari, kryetari dhe sekretari, ndërsa një komision i posaçëm u thriska me urdhrin e një bashkëkryetari. Ku është parë kjo? Ku jemi këtu në parlament apo jemi jashtë parlamentit? Nuk ka dakordësi, nuk ka konsultim, unë jam bashkëkryetari. Dhe dali këtu bashkëkryetari tjetër, let më sfidoj, let thoj që po mbledhja është thirrur me konsulencën e bashkëkryetarit. Jo vetëm kjo mbledhje, kjo është nul. Dhe mbledhjet e tjera që i sillni si argument dhe i interpretoni si bojkot, nuk janë thirrur në konsulencë me kryesinë e komisionit, që përbëhet nga 2 bashkëkryetar pas zgjedhur sekretaren. Pra, ku është rregullorja e parlamentit këtu? Çfarë është pazar jemi këtu ne? Dua unë, ky është çmimi, s'dua unë, s'ka çmim. Kjo është e turpshme dhe më e turpshme ishte ai ultimatumi që u dha në konferencën e kryetarëve. Nëse doni të bëni parlament, bëni parlament. Nëse këtë parlament doni ta ktheni në koloni ndëshkimore për opozitën, bëheni. I morët gjitha, i morët avokatin e popullit, komisionet e posaçme, hetimorët nuk i lejoni. Po mirë më merrni dhe komisionet e përhershme. Pse nuk i merrni? Pse nuk i merrni? Bëni një vendim nga antarët e komisionit, se është absurdi tjetër. Vinë këtu antarët e komisionit posaçëm dhe firmosin ndryshimin e përbërjes komisionit. A e kuptoni ku ka arrit fantazia dhe çmenduria juaj? Si mundet antarët e një komisioni kërkojnë ndryshimin e atij komisioni? Si mundet e njëjta trup votuese këtu, që ka votuar njëherë një komision posaçëm në konsensus politik, të votoj prap ndryshimin e këtij komisioni dhe të heqi paritetin? Paritetin më. Të merrni ju shumicën. Po pse më noterët e ju jemi ne, të vim ne para jush dhe ju të bëni çfarë doni me reformën territoriale, e bë cop Shqipërinë me reformën territoriale. Cop dhe nuk ka shërbime, e keni boshatisur. Dhe ndërkohë jeni po ju që gjoja do bëni reformë. Po kemi, dhe i themi qytetarëve, kemi arsyen kryesore për mos qenë aty me ju. Ne do jemi në shesh, sigurisht. Ne do japim opsionin ton, po jo me ju, jo me atë shumicën të imponuar nga ju. Kjo që keni bërë është turp për mbi turpe, sepse ky parlament është mbushur me turp. Por dhe këto nuk i kishim parë dhe dëgjuar, po me ju çfarë nuk shihet dhe çfarë nuk dëgjohet. Faleminderit. Zoti Balla, keni kërkuar fjalën? Ju qa thonin dark, nuk e thonin mjes. Doli dje ky zotria, fakt pyeta dhe ChatGPT-n për ta kuptuar se qa tha, se ishe vështirë ta kuptoje. Megjithatë, na ndihmuan djem dhe vajzat punëtor të palodhur gazetar për të kuptuar që ju jeni tërhequr nga bojkoti i komisionit posaçëm të reformës administrative territoriale. Këtë ma shpjeguan edhe miq që ndihmojnë në komunikimin, për pavarësisht se këtë komunikim duhet ta kemi sy më sy me njëri tjetrin, dhe më komunikuan mbrëm që ju jeni tërhequr nga bojkoti. Të paktën këtë haber na keni sjell dje. Shoh sot që jeni tërhequr nga ajo që keni vendosur dje. Të paktën më ndjeni koleg nëse unë e kam kuptuar gabim, këta nuk janë tërhequr nga bojkoti. Dhe u çua madje jeni aq kakofonik sa për një çështje çoheni 2 veta. Minimalisht ka një rregull organizativ që çohet njëri në emër të grupit. Tani jeni shpartalluar se ca ka nik, ca pa qef, ca zvin. Shpartallim është ky. Tani ka mundësi t'ju bëj një pyetje shumë të thjeshtë. Zonja dhe zotrinj të Partisë Demokratike, aq sa keni mbetur këtu, ju angazhoheni
që të merrni pjesë rregullisht në mbledhjet e komisionit të posaçëm, ta dim. Dhe këtë gjë e keni deri në darkë, se deri kur të vi votimi i çështjes 12 të rendit ditës, kur të jetë vendimi. Në rast se na thoni që shiko, ne do të vim në mbledhjen e komisionit. Jo kjo historia që i thash unë kryetarit, po ai bashkëkryetari nuk më la mua se unë kisha, se unë do iki, po serdhi se ishin ca, nuk bëhet dot mbledhja e komisionit me 8, sepse 8-a është gjysma e 16-s. Dhe ju ka lënë Luli pa shkollë, po 8-a e do dhe 1 të bëhet 9, që të jetë gjysma, 1 më shumë se gjysma. Kaq. Dhe ne po ju themi, nëse ju vini, nuk ka nevojë ta ndryshojmë. Na e thoni këtë deri në darkë, se ju jeni në mëngjes keni mend tjera, në darkë keni mend tjera. Do presim deri në darkë që t'ju vinë mend e mbrëmjes në darkë, edhe kismet vendosim deri atëherë. Shumë faleminderit ju të medias që na ndihmoni të kuptojmë ta, se ne këta drejt për drejtin nuk i kuptojmë dot. Shumë faleminderit. Zoti Karpri, zoti Boçi, uluni një minutë, ju lutem. Nuk ju ka përmendur emrin, ju lutem. Ju lutem. Patjetër replik. Zoti Karpri ndjes pak më vonë pas zotit Boçi. Tani, unë nuk kam pas dyshime për inteligjencën e zotrisë Parafonës që e ka nën mesataren dhe që ka nevojë për ChatGPT-n. Zoti Boçi ju tërheq vëmendjen për shkelje të kodit të etikës dhe përfyrje ndaj kolegëve. Po nëse do ishe, kjo fjalia s'ka lidhje fare me... Nëse do ishe në proporcion, duhet i kishte tërheq vërejtje parafolësit. Kështu që ju lutem. Nëse do dëgjoshit me vëmendje, ju lutem parafolësin fakt nuk ju përmendi fare, nuk ju përmendi fare. Sigurisht që ke nevojë dhe për... Është zakoni juaj për të fyer kolegët e majorancës. Po ashtu është. Është zakoni i juaj, jo joni. Përfundoni replikën. Dhe qartazi ke nevojë dhe të sqarohesh. Dhe unë e përcaktova, nuk ka pasur mbledhje të vlefshme që ju të përcaktoni apo jo prezencën tonë. Mbledhja e komisionit thirret në konsultim me kryesin e komisionit. Është alfa e funksionimit një komisioni. Nuk ka pasur konsultim për thirrjen e mbledhjeve të komisionit dhe nuk mund dilni dot në konkluzion që kemi qenë ne apo jo në mbledhje komisioni. S'dilni dot më. Prandaj keni nevojë për ChatGPT-n. Dhe përdoreni se neni 24 dhe 55 i rregullores kuvendit që i referoni në projekt vendim nuk flet asgjë për komisionet e posaçme, nuk thot asgjë që ju keni drejt ti ndroni këto komisione në mes rrugës sipas dëshirës dhe qefit tuaj, që të merrni ju shumicën, sepse ju doni të bëni çoçomere gjithë Shqipërinë, siç e keni bërë deri tani me ndarjen sipas votave politike dhe jo si pas interesave të qytetarve. Sepse kjo është e vërteta. Veni mend në kokë, mos bëni ultimatume as në konferencën e kryetarëve, as në seancën plenare, sepse ne jemi parti që vendimet tona i marrin vetë, jemi autonom. Dhe gjithë këtu, pavarësisht ngjyrave politike, kemi për detyrë zbatojmë rregulloren e kuvendit dhe kushtetutën. Ne ecim mbas rregullores dhe kushtetutës. Faleminderit. Fjalën e ka kërkuar zoti Kapri për procedurë.